Në prag të festave të Fitër Bajramit në tregun e Rusit është vërejtur një rritje çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Kjo situatë po rëndon dhe më shumë buxhetin e qytetarëve, veçanërisht të pensionistëve, të cilët shprehen se të ardhurat e tyre janë të pamjaftueshme për të përballuar çmimet aktuale. 2600 lekë kile domate, kush ka rrit? O me humor, o me çof. Çmimet janë rrit jashtëzakonisht, sidomos I javë të fundit. Në vend që me zbrit për festa, I rrisin çmimet si dojnë vetë. 2600 lekë, dështë rri, dështë masal. 1 kile domate. Në Shqipëni rritin gjithmonë çmimet. Mona si e përballueshme? E përballueshme me ka Angli që merr 2000 euro pension, 2000 pound kurse, fshatar këtu malçor nuk kanë fare. Po për ju është e përballueshme? Ja, nuk është bash e përballueshme. Po do ulet nafta. Mishi s'ka ndryshu. Pa I përballuar, çaj bëhet që maskos, ti bashkë çfarë bëhet, spalosin gjë inshallah, është barin çmë thënë. Rritja e çmimeve pranohet dhe nga vetë tregtarët, të cilët theksojnë se kjo lidhet kryesisht me rritjen e kostove nga operatorët e furnizimit me shumicë. Megjithatë, pavarësisht rritjeve të çmimeve, tregu I Rusit vjen të jetë I frekuentuar nga qytetarët, të cilët sipas traditës përpiqen që festat e Fitër Bajramit t'i gjejnë me tryeza të mbushura.